Atje ku kryo ushtrinë, ku shkuaj. Ushtrinë? Po. Keni qenë ushtar? Sloveni u konë. Ushtar ke qenë? 85-86. Ushtari Jugoslavisë atëre. Diku gjatë 20-30 po. 20-30. Qysh po shkon ky Ramazan? Shumë mirë po shko si vjetë. Apo agjerojnë të gjithë familja apo me qytet? Jo, gjithë familja. Edhe po besoj para iftarit, ti mundohesh me i kry gjitha punt? Po tash të kry me këtë, veç ujtë e kam për para, edhe herë veja që se mas një lorën të të qitë kashtë. Që bja treta, dhe se e 5 farere i vjetë akine, që bja tretë ushqimi të të qitë kashtë. Po mjeljen kush e bën? Mjeljen e bën me maqinë e bëj vetë. Me maqinë. Dhe sa shpesh ka nevoj për më mbjell, sa shpesh i Po mbjell? 2 herë në ditet. 2 herë, sabah, në akşam, vjetat, lëshojmë. Përmende pak familjen, po besoj ata janë për kraja jote më e madhe, sa ki mall për djalin që e ki në mërgim? Djalin e mërgim, po kam mall se jesh kus bijet, vagën i ka në shpinë, krejtë ndërtume, me krejtë këna bo, s'bujtë me gjithë pu, këtu ju do të me shku atje. Dikur, Rasimi tha se ishte edhe ushtar, i cili ka kontribuar në luftë, e për çka sot është krenar. Jem shku dhe herë tash. Qysh të duk vendi atje? Po që atje ku kryo ushtrinë, ku shkuaj. Ushtrinë? Po. Keni qenë ushtar? Sloveni u konë. Ushtar ke qenë? 85-86. Ushtari Jugoslavisë atëre. Po. 62 vjetë e kam në. Edhe qysh ishte ajo përvoj atje? Përvoj, ja u konë atëre, dhe vene konë Jugoslavia atëre. Tash djali më shku për punoj që atje. Edhe qysh bën mundi ty, aty ke qenë si ushtar, qysh bën mundi ty ajo, ti ke qenë atje ushtar, sot djalin e ki atje për studim? Po tash, qa me bo? Orë puna që ashtu. Atë papi një farë malli nostalgjie? Po është ka bolle të atë me qa me bo. Qka do t'i thëje ushtarve dhe gjeneratave të treja të vendit tonë, ndështë atë që po e mësyrën për me rujt Kosovën, edhe në këto ditë ku lirien vetë se e kemi? Pa ushtrije, pa policit të s'ka kur gjë. I shola zëtë i ruën tonë, i shola s'dë më bo që shumë bo të të rëka, i përshë që fa luftet, fa kiameti, i shola s'dë kur, luftit a konë, ushtari ushtrisë e konë ëndë, e di që këna hikë, që shumë puna, po tash, du të me ne këtë ndera petë, bësë mjerë shumë dhe ati nëse. E me konë se nesër në mërë dhe petë, po i shola më kur si vje. A i dha edhe një mesazh. Tere sa të jam që të bëjmë që me dalë me jetë, mëse fshoj këtë punë. Edhe bëjësia është, mëse këna më mjetët kalaja tash, pa mjetët s'punohet. Traktorat, krejtë me traktore e kryet. Po është atë rritë që po i këtë jashtë që e me keqë, që e bas. Mësë me elshu Kosovën? Na keshëm për pora me këta, u me thishën dhe plakë i plakë, po dhe me vetë dhe na, që ashtë. Që ashtë po vje puna, të pishe vetë. Jo veç të nave, gjithë konkret Kosovë në boqë kështë. Kjo është firma e fermerit Rasim Shehollit nga fshati Hertic e komunës së Podujevës. Aty ku janë rritur kujtime, është derdhur shëmund dhe është ndërtuar një histori e tërë pune dhe sakrificë.